See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smile. Gati. Se po kontrolloja buzët, ai kam jashtë konturave që duken të fryra, ha? Super. Se sa lapsa harxhohen për ta nxjerrë buzën deri këtu që duket sikur nuk e ke bërë, po e ke tënden. Janë histori të gjata këto. Mirë se erdhët në Fandej, po presa të pjesën e muzikës ku fillon. Hey, sa jo më pëlqen, është tamam si për të thënë. Ha, kjo është shumë e bukur, është më pëlqyer shumë si këngë, domethënë që kur ma ka treguar një ndër miqtë e mi më të ngushtë, miku i më i ngushtë, po nejse. Çështja tjetër është kjo. Tani miqtë e mi janë gjithë followers që jam në shtëpinë e tyre dhe kudo tjetër, përpara in të vënë po na shohin për çefin e tyre dhe për çefin tonë përbashkë. Tani, përgjithëse muhabet e qefësh po bëjmë, hajde një po për çefin tonë bëjmë një parakalim sensualistrisht. Kështu që mirë se vini në Facebook. Kudo ku jeni, në shtëpi apo kudo tjetër, mbase nuk mund të jeni non-stop update me gjëra që ndodhin lart e poshtë, qofshin lajme pozitive, qofshin lajme negative, qofshin lajme sa i takon showbizit, veshje dhe zhveshje. Në INTV.al keni këto që bëhen share pastaj edhe në Facebook, edhe në Instagram keni foto për çdo gjë çfarë ndodh këtu, foto të emisioneve, gjithë produksioneve të INTV Albania, kështu që bëuni pjesë e jonë në rrjetet sociale, duke na bërë follow, duke na bërë like, duke na bërë ndjek, friend request, etj se nuk i di shumë mirë. Sot do të flasim, do t'ju tregoj pak shumë nga komentet që kanë ardhur shpesh në Fandej, kanë qenë për Austin Mahone, thoni, o sa i mirë ky djali, sa i bukur ky djali. Sot do t'ju tregoj kush e ka marrë zemrën këtij djali që ju respektivisht ta keni natë pastaj, do flasim për të dashurin e Austin Mahone. Kemi një report shumë bukur, ditëlindje do t'i kalojmë një nga një kështu dhe kemi shumë produksione të reja muzikore, shumë këngëtarë dhe këngëtare që ka lançuar këngët e tyre të fundit dhe kemi edhe një këngëtare të famshëm që ka fshirë të gjitha fotot në Instagram, shumë nga fotot në Instagram. Shqiptare është kjo e fundit. Kush është do t'i zbulojmë pak më vonë, tani është pjesa ku më bëj suspans dhe çdo gjë e them me pikpyetje. Edhe Telekom Albania duhet ta marrin patjetër. Në një kohë kampionati do duhet patjetër të flasim me shoqen tënde ose shokun, ku do shohim sondatë ndeshjen, mo. Po çfarë ishte ai goli, çfarë ishte kjo gjëja etj. Me Telekom Albania paketat shumëta ja bëjnë gjithmonë më thjesht komunikim. Kështu që në telekom.com.al merrni informacionin më update edhe më të saktë për gjithë këto paketat e mundshme. Dhe katër goja që vjen për herë të parë në Shqipëri. Dhe Alban Skënderaj që vjen për herë të parë me këtë këngën. Po flasim për këngën e tij më të fundit, një këngë shumë pozitive me ritëm, është bërë pjesë dhe top 10 like ship, në vendin e 10 ishte një javën që lan pas. Ju mund të bëni ndryshimin në këtë të premte, të shohim pak çfarë pozicioni e keni çuar. Më dua shumë si këngë. Me duar të lartë fillon Fandej. Would you come with me? I say Sa jo qesh. E dini pse qesha që ta tregoj se për shembull në shtëpi, mua, domethënë prindrit dhe familja më përtasin për çdo gjë. Shpesh më përtasin, o Fatma, ti kemi thënë mos qesh ashtu kohë se dukesh si e çmendur. Dukem si un jam 100 karat. Qesha sepse sa u vendos kjo kënga në sfond që shuri love dikur e Masarit, se ne këm gjana e Masari mua. Fationi ishte kështu, ua, plako ça këngë. Prandaj po qesh nga reagimi i Fationit. Tani kalojmë tek ditëlindjet me një këngë shumë të bukur në sfond. E di kush fiton sot, dikush që vetëm real love ka provuar në këtë botë dhe kjo real love qëllon të ishte gjithmonë për paran. Po flas për Donald Trump në fakt është 70 vjetori i tij në ditën e sotme, kështu që kush ka ditëlindjen sot, keni një ditë me Donald Trump, paçi fatin e Donaldit. Së dyti, aktoria Lucy Hale feston 27 vjetorin, për 3 vite ndron prefiks, por nëse kemi edhe 3 vjet Fandejën për ta diskutuar këtë. Meqenëse era fjala, të premte Fandej bën 2 vjet. Unë dhe emisioni që vjen sot ditë në drek, ne festojmë 2 vjetor ditën e premte, po pres urime nga gjithë followers, por ruani për të premten këto. Jesse Nilsson është një prej anëtarëve të Little Mix, feston 25 vjetorin. Pastaj kemi vokalistin e Culture Club Boy George, 35 vjeç shënjon. Katja Elise Henry, që është edhe dashura e Austin Mahone, sot bën 22 vjeç. Dhe për kujtohet ditëlindja një prej aktivistëve më të njohur në botë që duhet më thot pak fare emrin Nina, u nda nga jeta në moshën 39 vjeçare, po flasim për Che Guevara në fakt, që e njohim paktën për filantropizmin e seksuar që ka patur. Meqenëse festonte një ndër vajzat e Little Mix, ne këtu do kalojmë do të dëgjojmë Real Love-in e Masarit. Ju shkoni pak tek Hair me Little Mix dhe Sean Paul. Sa e bukur kjo kënga, duhet ta kishim më herë në përkujtimin e ditëlindjes, por gjithsesi është gjithmonë bukur dhe këndshme të përkujtosh gjëra të bukura.
Kjo ka erë në illustruteve është e papar, s'kemi në i çakmak të këshin ndezë të vinde i qikarom këtu, po nese kjo është çështje tjetër. Do flasim pak për të dashurën e Austin Mahones. Tani, që është pa yllit, goca. Kështu që mos konkuroni me to, për shumë do kisha hir dorë direkt. Okej, ta ka falur Austin Mahone, nuk dua asnjë gjë. Pa çka se Austin Mahone gjithmonë është përfolur, vetë është një djalë shumë i bukur dhe shumë simpatik. Është përfolur sepse në të njëjtën kohë me Justin Bieber u bën kështu të famshëm të dy, të shumë të vegjël etj dhe është krahasuar non-stop me këtë të fundit. Katja Elize Henry është emri i vajzës që fillimisht është bërë njohur për shkak të shumë djegësve që kanë në Instagramin e saj. Ja kush është bukuroshja në fjalë, keni ndonjë koment, ndonjë gjë? Jo, vetëm like mund të bëni. Së fundmi bukuroshja është fotografuar me të dashurin e saj, këngëtarin e njohur Austin Mahone. Vjen re format e saj trupore shumë perfekte, për shkak se ajo është edhe një personal trainer në fakt dhe është edhe modele, u bë njohur sepse shumë njerëz motivoheshin nga fotot e saj. I shohim edhe bashkë në foto. Ja, nuk e di mua, më duket një çift me të vërtet shumë i bukur dhe më ka pëlqyer tmerrsisht shumë ndër të tjera. Tani, Austin Mahone me të dashurën e pam, kaq ishte fotoja. Okej. Ja, kështu gjëra është bëjmë ne. Marrim çakmaku, ku e keni gjetur këtë çakmak këtu më çunë? Tani meqense nuk di ku vlash qiriun. Okej. Austin Mahone e gjeti të dashurën, nuk është ndonjë problem. Ne tu avem pak situata romantike atyre, meqense këto qirin janë me aromë, unë po ndes një qiri se kanë aromë lështrydhje. Ndërkohë ne do kalojmë për gjithë followers që e duan shumë Austin Mahone që nuk e kanë më single. Dhe ky është qiriu për singletatin e tij. Kalojmë te një ndër këngët Austin Mahone. Lori këtu te qiriu tani për atmosferë, pa punë, edhe ty ky çakmaku që mu duk si telekomandë për çfarë moment. Po e lë këtu për reklam. Okej, do flasim për një Hot of the Day tani, një këngë e re që sapo ka dalë. Duket kjo është duket fare, s'ka gjë. Për një këngë të re që sapo ka dalë në treg dhe vjen përsëri nga Nick Jonas. Ky bam me këto këngë të kohët të fundit nuk po kursehet fare siç e mund ta keni vënë edhe e keni parë edhe vet. Kënga që vjen së fundmi është Bacon dhe është një bashkëpunim me T.Y. Dolla $ign, që kohët e fundit ky reperi me sytë jeshil, më shumë po bëhet i famshëm për bashkëpunime të tjerë sa për këngë me veten. Çuno një ditë duhet bësh një album dhe ti me këngëtuat. Kënga që vjen nga më i vogli i vëllezërve Jonas, momentalisht po has sukses shumë të madh dhe ka bërë zgjedhjen e duhur duke zgjedhur një karrierë solo, duke mos humbur asnjë sekond të jetës së tij. Kënga e tij më e re që titullohet Bacon është bashkëpunim me një reper gjithashtu shumë i njohur si T.Y. Dolla $ign, dhe ajo që është interesante dhe që e ka bërë një arsye më shumë për ta pëlqyer dashur këngën është fakti sepse këtu ka dorë Bebe Rexha në produksionin dhe krijimin e kësaj këngë. Ka qenë dhe Bebe Rexha e cila ajo ka ndihmuar. Nuk është një lajm i pazakontë se Bebe Rexha ka shkruar dhe këngën në Friend with the Monster të Eminem dhe Rihanna, kështu që e dim tani më që vetë se ditë këndoj, edhe të bëj twerk se e keni parë kohët e fundit, ditë bëj dhe këngë shumë bukur edhe të shkruaj këngë bukur edhe për tjerët. Pjesë e albumit Last Year Was Complicated do të jetë dhe Bacon, suksesin e vendosni ju, ne e shohim bashkë. Unë them ta marrësh çakmakun, si thua. Është vështi nuk e hedh dot Arlis. Po i ra koka Arlisit ky çakmaku, është në gjendje kritike, ë? Ua, sa drejt. Nuk kishim një kamerë, ta kishim fokusuar çfarë bën ti vetëm, do kishim fokusuar kur ai e kapi çakmakun këtu bam. Kjo thotë që ne kemi drejt me njëri tjetrin. Tani kush e ka drejt me Instagramin, kush e ka drejt me Snapchatin? Ose i kanë të dy? Kjo është pyetja që kishim në Facebookin të vëllëbinja për gjithë followers. Kë doni më shumë Instagram apo Snapchat? Mua më ndos një gjë. Instagramin e kam kështu si dashuri jete, si martesë, do të konsoliduar, shkojmë mirë me njëri tjetrin, kemi ato grindjet, ka ca javë që nuk postoj, po kur nuk postoj dini që diçka ka ndodhur dhe jam me nerva. Ndërkohë Snapchatin kemi një marrëdhënie intensive, po më shumë si dashnore funksionon. Do thoni ju pse rri një ditë e postoj 10 foto në sekond me Snapchat, 10 muaj nuk postoj fare. Kështu më zë. Tani shohim pak çfarë mendojnë fan lovers, sa i takon Snapchat apo Instagram. Sa i më thotë ç'është e drejta, Snapchat nuk kam që Instagram, kënaqem shumë me fotot e tua, çfarë qefi. Grisela. Snapchat është marrë gëtuesot, sidomos ato fytyrat e lezetshme me kafshë, por edhe Instagrami nuk është keq pasi ka dhe të mirat e veta. Dhe thotë, shpresoj që një ditë kemi një foto, një si kujtim, unë vdes për foto, që kur të duash, hajde bëj foto sa të duash ti. Dhe faleminderit për gjithë zemrat dhe putjet që më ke dërguar, të put fort Grisela. 2 Nation, thotë të dyja pasi kam edhe Instagram, edhe Snapchat. Isi thotë Instagram përfundimisht. Erdiola thotë hello zemra, më mirë Instagram për mua, të dua, edhe unë të dua. Letri thotë Snapchatin përdor më së fundmi ma tepër, por edhe Instagram. Ua, më duket se që nga letri me vërtet, nga e folura. Ahita thot nuk kam as Instagram as Snapchat, po më pëlqejnë të dyja. Valera Zhupa thot, a jam e vetmja që s'ka asnjërin as tjetrën? Kam përshtypjen se po. Gjithsesi thot nga ato që kam parë më interesante dhe më të lehta në përdorim më duket Instagrami. Liliana thot, unë them se Snapchat është më gallat kurse Instagrami është më shumë casual.
mendim shumë inteligjent. Marsuela thot snap më mirë se Instagrami normalisht poston sa foto të duash with your funny moments, duke ditë që pas 24 orësh ato iknin dhe u alen radhën të tjerave. Ndërsa ajo Goca thot haj fatmush për mua më mirë se Instagrami. Po të fala Fationi thot ajo Goca, patjetër të fala Fation. Eni Dora thot me që nuk kam Snapchat, preferoj më shumë Instagram sepse kënaqem kur shikoj fotot e tua maramëndse. Të mia? Maramëndse. Agla thot Instagram, Fioralba thot Instagram, Laura thot përshëndetje Fatma, nuk kam Snapchat, kështu që preferoj Instagramin. Edhe Reneta thot Instagram. Meqense nga Instagrami dhe Snapchati ikim pak tek showbizi, tek muzika shqiptare. Ju preferoni Instagramin, preferoni Snapchatin, unë preferoj shumë Blunder Real, i dua shumë, janë njerëz shumë pozitiv dhe ka bërë një kohë shumë bukur, sidomos ajo pjesa e muzikës tek Rambo është fiksuese fare. Ne e shohim tani. Kjo është kënga Kill Them With Kindness, shumë e bukur, është më pëlqej shumë, është këngë pozitive. Kohët e fundit Selena vetëm mesazhe të kësaj natyre po jep dhe unë gjithmonë më shumë e pëlqej dhe e dua. Ato flokët njëri ka shumë bukur, nuk e di ai ka vetë apo extension, më iluminonin ndonjë koment. Meqense më herët folëm për Snapchat dhe për Instagram, ta fikse se mos ma digje divani dhe hajde merru vesh. Meqense më herët folëm për Snapchat dhe për Instagram, tani mbetemi pak tek Instagrami, më saktë tek Instagrami i Dafina Zeqirit. Do thoni ju çfarë ka ndodhur. Unë ja shoh Instagramin se më pëlqejnë foto që poston them drejtën, edhe pse shoh atë trupin e asaj dhe pastaj më duhet të thyej 5 yrat në shtëpinë time, po nëse kjo është çështje tjetër, apo këngët e bukura që ajo bën dhe pastaj vendos që nuk do të ndoj më kurrë as në dush. Ka ndodhur diçka në Instagramin e Dafinës, si ne donim ta ndanim me gjithë ju. Ka fshirë shumë foto dhe ka lënë vetëm 30. Nëse nuk gaboj, Aina, vetëm 30 foto kishte lënë dhe këto foto janë gjitha foto profesionale, photoshooting që lançojnë diçka, domethënë asgjë pjesë nga këngët, domethënë asgjë nga jeta e saj personale. Tani a do ta bëj këtë si një faqe kind of official të tipit si Google Image, apo ka ndodhur dy gjëra mund të kenë ndodhur e para. Gojet e Liga, që tregojmë të sinqert, thonë që kur një njeri fshin foto nga Instagrami, i fshin se ka bërë një operacion. Fation? Apo jo? Kështu është. Se ka bërë një ndërhyrje kirurgjikale dhe nuk do që të kuptohet, po nuk është Dafina nga këto që fshek kështu gjëra se ja dim ato që dim. Një arsye është kjo, ose e dyta nga ana tjetër medaljes, kur njerëzit fshin foto nga Instagrami, do thotë që është ndarje e dashuri. Unë asnjëra tjetër nuk dua ndosë se kemi shumë xhan Dafinë, po njëra nga këto mendohet hipotetikisht të ketë ndodhur, kështu që pak më vonë mund të kemi në Korearin ndonjë lajm se çfarë ka ndodhur më konkretisht me fotot e Dafinës. Si në kështu fotosh, si në ashtu fotosh, ne kemi një vend ku shohim gjithmonë on top form dhe bukur dhe ashtu siç e duam ne. Në këngë, si kundër është kjo kënga që vjen tani, Time Out. Kemi përsëri një këngë të re që sapo ka dalë nga furra. Nga këto hotot të dejtë, unë ku flas për furrët, nuk e di se më shkon mendja te byreku. Unë aq shumë e dua të byrekun, nuk di çfarë them, nuk di a kam më dashuri në këtë botë. Për shembull, mami Fationi mua më bën byrek dhe ma sjell këtu, që e përshëndes shumë kudo ku është, e qan atë byrekun. Po mamat e juaj, pse s'më bëjnë ndonjë byrek? Meqense jemi tek të bëret. Nëse flasim për bruma muzikore tani më, dhe për një produksion muzikor që ka ardhur kohët e fundit që shënjon kështu një rikthim në muzikë, tamam pas një shkëputje 7 vjeçare godasin sërish. Po flasim për Last Shadow Puppets, një dyshe shumë e suksesshme dhe kënga që kanë sjellë së fundmi janë bërë një orë me shumë hit, dhe unë mund përmend Standing Next to You, ku ka patur influencë shumë të madhe edhe grupi legjendar të Beatles tek ky krijim. Së fundi dyshja është rikthyer me një sër publikimesh, një ndër to është Miracle Aligner. Në fakt kanë shumë vite që janë shkëputur, 7 vite që nuk janë më në muzikë dhe kanë ndryshuar pak sa stil dhe kjo vlen teksohet. Sa i përket Alex Turner, sa i përket grupit tjetër Arctic Monkeys, ai është akuzuar për shkak se kanë ndryshuar shumë stil muzikor dhe pse sërish rezulton shumë i pëlqyer dhe kënga në fjalë. Nëse ne i bëjmë ato gjykimet tona vetë, teksa e shohim tani këngën. Kam diçka për t'ju thënë tani, mbase pak jashtë kornizave të asaj që bëj unë dhe flas unë, që jam gjithmonë kështu mbase më shumë energjike dhe hiperaktive se ç'duhet. Kohët e fundit ka ndodhur diçka që edhe ka pëlqyer rutimin tonë dhe nuk është se na ka pëlqyer. Ka gjetur shumë të lajme që nuk na ka dhënë pozitivitet në fund të ditës, lart e poshtë për portale, headline e gjithandej, një mashkull dhunon grua, një djalë dhunon të dashurën, etj, raste të kësaj natyre që nuk është se ti ngranojnë që të nesër mend ti të bësh diçka më të mirë mbi të gjitha. Në fakt në sajt këtyre situatave as pak të këndshme, In të Vëllbenja ka marrë një nismë tjetër tani më, një fushatë se civilizimi, ku ndryshe nga herët e tjera janë meshkujt ato që bëjnë thirrje meshkujve për të bërë burr, dhe burr nuk bëhesh. Ka këto raste që ne kemi dëgjuar, por nga dashuria e madhe që ti mund durosh dhe njerëzit që mund të kesh vërdall ti bësh gjithmonë më shumë të ndihen mirë. Fushata konsiston në një spot publicitar ku të gjithë prezantuesit meshkujt e In të Vëllbenja kanë cituar thënie dhe shprehje si për t'i bërë headline tani më jo të mediave, po të meshkujve dhe të përditshmërisë së tyre, të gjithë burrave kudo ku janë. Mund të bëni dhe ju pjesë e kësaj fushate, mund
e shikoni gjithë në rrjetet tona sociale, e shikoni edhe në televizion që jepen spote her pas here, mund të bëjeni pjesë e kësaj fushate, #u shumë i thjeshtë dhe gjithë përfshirës mbi gjitha, #bëhuburr, tepër e thjeshtë madhëmendja, dhe këta janë ato fjalët ku unë edhe filloj të bëj si raste të pakta në këtë jetë, po janë situata që na prekin gjithëve, dhe kemi nevojë që nga këto gjërat e vogla të ndërtojmë gjëra të mëdha që na shërbejnë të gjithëve në fund të ditës. Megjithëse jemi tek gjërat të kësaj natyre të përditshmërisë tonë, tjetër gjë e përditshmërisë është sporti i kohët e fundit, e ndeshim dhe e gjejmë gjithandej. Një analizë mirëfill të sportit vjen gjithashtu çdo ditë në radio, në 105.7 nga hera në të shtunë, në fakt më saktë dhe më mirë, në orën 12 deri në 12:30, dy analistë sportit analizojnë çdo ndeshje, gjithçka që ndodh, topat në shtyll, mbrapa porte, në portë, etj, detaje që unë edhe nuk ja them fare fare nga futbolli, gjithsesi këto dhe shumë gjëra të bukura i keni gjithmonë në logon e INTV, si për të na bërë të gjithëve të ndihemi pozitiv dhe in for life, që është shumë e rëndësishme. Kënga që vjen tani është shumë e bukur, e fundit në fakt, jo e fundit, është para, kjo ka qenë para Ocean Drive, para Ocean Drive 10, po që bëhet akoma një super hit nga Duke do më të shohim. Kush do bëj dasëm këtë verë? Ta dim një, ta kuptojmë. Çuna ju keni ndërmend? Jo, fare. Ç'është kjo jetë beqare është këtej everywhere. Gjithsesi, në reportin që do shohim tani, madhëmendja do ju bëj që të ndryshoni pak mendje për dasmën, të shkoni provoni në fustan nusërie, në kostume elegante me shkruaj për dasmën etj. Po flasi për 21 vjetorin e Geraldina Spoza tani më u bë 21 vjeç. Një event shumë ndryshe special, si kundu, unë mbaj mend vjet, u bë te Pallati i Kongreseve një gjë super fantastike, prallë e tëra. E tillë ka qenë tani më u mbajt në Sheraton më saktë dhe më mirë. Një report që sjell më në detaje prezantimin e kostumeve të reja, të fustaneve të reja, të koleksionit të ri, të fustaneve të nusërisë, kanë qenë aty të ftuar gjithë showbizi shqiptar, duke parë në një mënyrë shumë interesante është prezantuar koleksioni i këtij viti, ndryshe nga që jemi mësuar të shohim sfilatat e Geraldinës. Më shumë detaje këtë e sjell Albin në reportin e radhës, kështu që e shohim bashkë. Give me love. Lately I've been waking up alone. Name spotted teardrops on my shirt. I told you I'd let them go. Marcela, si shkoi organizimi sot? Kishte shumë njerëz? Po, janë bënjimi të ftuar, shkoj mirë, shumë lodhje, por feedbacku shumë i mirë, shumë kënaqësi. Ne vëmë re që kishte diçka ndryshe nga vitet e kaluara, nuk kishte tashmë një sfilat, por kishte një tip labirintin thonjza, ku ekspozoheshin tunel që ekspozoheshin të gjitha fustanet. Ishte zgjedhje, mendim i ideuar prej kohësh apo? Atëherë, ne duke qenë që vjetë kishim 20 vjetorin e Geraldinës dhe bëm një event shumë të madh në Pallatin e Brigadave me shumë të ftuar. Do donim që mos i privonin atyre të ftuar që ishin vjet, të parit e veshjeve tona. Dhe mbi këtë bazë menduam që kishte ardhur momenti që të merrte më shumë peshë ajo që ka rëndësinë me atë që ne kemi hyrë në treg, fustani nusërisë 20 vite përpara. Dhe tu shpjegonim njerëzve që tashmë Geraldina vjen si prodhuese. Pra ne kemi nxjerr linjën me koleksionin Geraldina Spoza dhe këtë gjë duhet ta përcjellim tek blerësit, tek publiku. Po sepse në fakt ky koleksion që ne pam në tunelin e gjatë është fakt një koleksion i ri i quajtur Kaltra apo jo? Po, ai është koleksioni Kaltra, është një ide që ka kohë që përpunohet dhe ide e cila mori 10 vjet për 20 vjetorin e Geraldina Spozës. Ka fustane me tantellat mrekullueshme, me një cilësi punimi shumë të lartë, për momentin po prodhohen në Itali, së shpejti mendojmë që atë laborator ta stacionojmë këtu në Tiranë. Jemi jashtëzakonisht kënaqur për faktin që nuset po zgjedhin gjithmonë më shumë veshje të Geraldinës. Risia ishte që këtë vit kishim dhe klient nga gjithë Shqipëria, pra blerës të linjës tonë, pra direkt kolegë, që zgjedhin të kenë në dyqanet e tyre Geraldinën si markë, dhe ishte maksimumi që mund të donim nga kjo gjë. Një maksimum që u finalizuam në këtë eventin organizuar kaq mirë dhe kaq bukur që në fakt gjithë u kënaqën. Geraldina ti bëj. Ne u kënaqëm gjithë në fakt. Vjen shumë mirë, është fest, ishte ideuar si fest dhe erdhi si e tillë. Arsye pse dolëm nga sfilata është që mendojmë që vjet për 20 vjetor ne kemi bërë maksimumin për sa i përket një sfilate.
i binte të bënim luftë me veten, nuk kishte kuptim që ne të bënim sërish një sfilar dhe të konkuronim veten tonë, nuk kishte kuptim, prandaj dolëm në një trajt tjetër si vjet. Give me love. Këto ndryshimet që nuk do të kishte një sfilat, do të kishte një organizim pak më në formën e një feste më tepër, dhe do të kishte këtë tunelin e maniqëm me fustanet. Ishte ide jotja? Në fakt ka qenë një sherrë burregrua shumë eficient që na solli tek ky konkluzion, sepse ishim të bindur të dy që ose duhet ta bënim pushim vitin pasardhës pas suksesit vjetshëm, ose duhet bënim një gjë që të ishte krejtë ndryshme. Krejtë ndryshme erdhi. Showroom-i ishte një nga idetë relativisht origjinale, sepse ne këtë kemi parë dhe në firmat tona furnizuese nëpër botë, por e sjell në mënyrën shqiptare dhe e përshtatur për kushtet e Shqipërisë. Në fakt njerëzit e pëlqejnë shumë tunelin e gjatë, madje i kam parë shpesh që të bëjnë fotot, ndalen foto, video. Ka pasur dy reagime të ndryshme. Për shembull, njerëz të rafinuar, sigurisht që ishin të kënaqur që ishte një gjë tjetër, origjinale, kurse të tjerë që ishin të fiksuar për të parë një pasarel mode me vajzat e bukura që ecnin dhe lëviznin, mundet këtë ngelur të zgënjur, por ishte një zgënjim i bukur, mendoj unë, ishte një zgënjim artistik. Surprizë, në fakt ishte një surprizë. Ky ishte qëllimi. Do të thënë për gjatë disa kohë vajzat modelet që ne punojmë prej vitesh shqetësoheshin dhe thoshin po modelet këtë vit që të organizoj provimet e mia, pse s'jam unë, me fjalë të varfra kjo ishte, pse s'jam unë, dhe ne linim i kemi sjell nga Rusia, i kemi paguar goxha. Në fakt i sollën vërtet nga Rusia, por manekinat, jo modelet. Unë ju thash që kemi sot vetëm këngë të reja dhe shumë këngë të reja që janë lançuar kohët e fundit, është koha të rifreskoni playlistat tuaja muzikore, këngë që dëgjoni në makinë, kur dilni për vrap, në shtëpi ku lani enot e tjerë, unë le enot. Mami më se gënjen me vajzë. Atëherë kur i laj muzikë, më pëlqen shumë. Gjithsesi, Good Charlotte është koha të bëhen tani më pjesë të playlistës tuaj muzikore. Një ndër grupa që për hir të vërtetës na kishte marrë malli, na kishte marrë malli shumë. Good Charlotte kanë bërë një shkputje të gjatë nga muzika, për shkak se secili, si Benji Madden, ashtu dhe Joel, u përkushtuan shumë në jetën e tyre martësore dhe private. Njëri Benji Madden vendosi të martohej me Cameron Diaz, një aktore me këmbë shumë të bukur ndër të tjera, shumë e talentuar, ndërkohë që Benji Madden prej vitesh tani ndërkohë që Joel është i martuar vitesh me Nicole Rich, vajza e këngëtarit të njohur Lionel Rich. Pasi të dy zgjidhen çështjet familjare dhe i kanë kështu në ujëra të kulluara të qetë, vendosën të ktheheshin pak tek muzika, aty ku shumë ju kanë munguar fansave të tyre. Dhe sotën kështu u rikthyen duke sjellë një këngë të re e quajtur 40 O's Dream, në fakt Dre, e cila ka 3 ditë që është lançuar, publikuar dhe deri më tani është pritur mjaftueshëm mirë. Youth Authority është titulli i albumit të cilin bën pjesë dhe kënga në fjalë. Një këngë që kritikët e kanë cilësuar si një super sukses dhe rikthim të fuqishëm, kështu e cilësojmë dhe ne, kështu që e shohim bashkë. Kemi një lajm që në fokus tani ka gjithë familjen Kardashian, motrat e famshme Kardashian që gjithmonë përbëjnë lajm. Ama kësaj here nuk është Kylie Jenner dhe nëse jemi mësuar që kur është Kylie fitet për Tiger, mbetemi tek reperat, po jo, nuk është më Tiger, është tamam French Montana, që është ish i dashur i një prej motrave të Kylie Jenner. Ka ndodhur diçka që kam mjaftuar për të bërë lajm gjithandej. Vjen një tufë e madhe me trëndafila nga French Montana. Tani trëndafila nuk është të bëhen kushuririt, ose një shok i largët i fisit dhe i familjes. Këtu ka diçka për ta lutuar. Në gjë të sigurt Kylie Jenner i pëlqej gjithmonë reperat, i tillë është dhe French Montana, ish i dashur i motrës së saj. Është ndodhur dhe shpar që kanë kaluar kohë në një ndër klubet më të famshme në vendin ku edhe jetojnë, kanë qëndruar shumë njëri tjetrin dhe paçka se Kylie Jenner justifikon gjithë këto si është një njerëz i afërt me cilën mund të ndaj shumë gjëra, mund të ndaj edhe këto sekretet, mund të ndaj dhe halli që ka patur kohë të fundit, sepse mendoj që nuk do të ketë më një rikthim midis saj dhe Tigers, dhe si për ta bërë të ndihet më mirë, i ka bërë ca trëndafila. Ky është lajmi që do lexonin gjithandej dhe me siguri do të ketë një post lajm si për ta bërë gënjeshtruar, po son po, ishte e vërtet. Është një moment ku nuk mund të rrinte pa e postuar në Snapchat Kylie Jenner, kështu që me dëshirë dhe me vullnet plot ka zgjedhur për ta bërë lajm. Kënga që do sillim tani në fakt është shumë larg dhe ndryshe nga
konteksti për cilin po flisim. Amaverin e kaluar ka qenë një super hit, sepse prezumohet që Nicole Scherzinger në këtë këngë i dedikonte gjithë dashurinë e saj ish të dashur me cilin nuk kanë më pikë lidhje aktualisht. Your Love, e shohim bashkë. Me që se jemi pothuajse në fund të Fun Day, unë them të bëjmë edhe një parakalim tjetër në të gjitha programacionet dhe programet që ne sjellin në pjesën e mbetur të ditës. Për shembull, sapo të mbaroj Fun Day tani më nuk duhet të humbisni kurse si Greenhouse që vjen për gjithë kënaqësinë tuaj. E keni sot në orën 17:00, së ndryshe sapo të mbaroj Fun Day, është seriali i radhës dhe bëma të radhës të dy personazheve, vëlla dhe motor në rolin e tyre në film. Dhe gjithë ato gjërat interesante që bëjnë serial, do të mos i humbisni të sot, sapo të mbaroj Fun Day vjen me gjithçka servir për gjithë ju Greenhouse. Një orë më vonë kemi transmetimin e Indahut i fundit për këtë javë. Këngët më të fundit hip-hop gjithmonë një hapësirë dedikuar totalisht muzikës hip-hop vjen me Angel në orën 18:00. Një orë më vonë kemi një dokumentar, keni të trejat për të mos i humbur kurse si, në orën 20:00, Rudi dhe Mateo me ato rezimet e veta që bëjnë të gjithë ditës dhe është e martë sot, Kemi dhe Cine Love, për të mos e humbur kurse si, çdo të martë vjen Cine Love, ku sjell komedi dashurie, e radhës është Elizabeth Town, është me Orlando Bloom, kështu që vetëm për këtë aktor duhet ta shihni pa humbur asnjë sekuencë dhe episod të këtij filmi. Kalojmë përsëri tek muzika dhe këngë të bukura dhe shqip, është produksioni më i fundit i Lindonit, vetëm Dale, e shohim bashkë. Ne jemi në fund të Fun Day edhe për ditën e sotme, por gjithsesi kjo nuk është një marrëdhënie që mbaron kështu tani, se përveç se takohemi nesër sërish, ne mund të jemi non stop me njëri tjetrin në rrjetet sociale, kështu që pa çka statusi që ti i takon, bën mirë na frekuentosh në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Meqense jemi tek website-i, unë për herë të fundit për ditën e sotme duhet bëj një tjetër ftesë për të votuar këngën e preferuar shqiptare në intv.al/top 10, është shumë e thjeshtë. Voton këngën tënde të preferuar shqiptare dhe ne ndërtojmë një top list, top chartin me këngët më të mira shqip. Domethënë Like Shqip Top 10, të premten i luajmë në Fun Day nga pozicioni 10 tek vendi i parë dhe të dielën në In Radio 105.7 do të kalojmë këto këngët më të mira shqiptare. Në Facebook Intv Albania sot po flisnim për Instagramin apo Snapchatin. Si duket, gjithmonë më shumë do të jetë një aplikacion i kësaj natyre që rrëzon atë paraardhsin. Dikur ishte Facebook, doli Instagram, me dori pak jashtë Facebookut, tani del Snapchat dhe duket sikur po e nxjerr jashtë Instagramin. Prandaj po ju pyesim, kë përdorin më shumë follower dhe kë duan më shumë, Instagramin apo Snapchat? Tani se ku e kam lënë nuk e mbaj mend fare, po ja po e nis tek Dani, që thot Instagrami. Bela thot Instagram, që thot gjitha postimet e tua. Deni thot të dyja, Instagram thot Flavia Gjoka, Tanja thot të dyja, por më shumë përdor Snapchat. Kelly thot Instagram thot dhe Christian. Unë i preferoj të dyja thot Luena Angel, të dyja thot dhe Jessica, Leandro thot Instagram, asnjëra thot Adela. Edhe Toni Sejdiu voton për Instagramin, Kristina voton për Instagramin gjithashtu, Klea Instagram më mirë thot dhe Kela, Instagrami thot sepse më pëlqen edhe Snapchat, thot Behije, Danci thot Instagram normalisht, Goni thot kohët e fundit kam hapur Instagram që e përdor më shumë për të publikuar dizenjimet e mia. Na thot në dizenjë ta shohim, Tani thot asnjëra, Dritjeta thot unë kam Snapchat por gjithsesi për mua është më mirë Instagrami. Neila thot dashuri mua më pëlqen Instagrami, domethënë jam shumë në Instagram se sa në Snapchat. Erin thot përdor më shumë Instagram por edhe Snapchat më pëlqen. I kam të dyja më pëlqejnë thot Antoneta. Instagramin thot Nazi, Neli s'kan thot të dyja super janë, kështu nuk ka absolutisht asnjë koment për këtë të fundit. Mirë, ju mund të përdorni edhe Instagram, edhe Snapchat, një gjë ju duhet për gjitha rrjetet sociale, ju duhet 4G Telekom Albania, por këtë mund ta bëni tuaj, këtë do shumë paketa që i keni në mënyrë të mirë fill të paraqitura në telekom.com.al, kështu që bëni pjesë Telekom Albania dhe gjithmonë më shumë krijoni çaste që ju lidhin dhe dhuroni dashuri pafund se kjo është shumë e nevojshme. Tani unë them të miru pafshim tani që takohemi nesër, bëni qef, mirë pafshim.